Duhet ishte larguar me kohë, por asnjë nuk është vonë. Si ta lejmë për gjysëm, ta lejmë bitët tonë të rrinë vetëm. Kjo është qeverisja më e keqe në historikun e Shqipërisë, si kom. Zotëri, prej sa kohësh keni dalë në protestë dhe ju protestoni si gjithë bashkëmoshtarët tuaj? Kam 1-2 javë në protestë. Unë vi çdo natë. Që kam marrë pjesë nga pas 10-12 ditësh e në vazhdim. Që nga fillimi? Që kur ka fillu në ne. Jo, ne kemi dalë për qef. Sot është dita e parë. Nuk jam pjesëmarrës, me kënaqësi, po nuk jam pjesëmarrës. Në protestuar, disa herë. Po, jam një vërtet tyre. 40 ditë. Jo, sonte kam dalë kot për gjeve. Po, por ditë kalojmë te. Dalojmë, përtasim, thrasim, ikim se ne jemi pleq. Që është dita e parë? Që nga dita e dytë. Jeni të zhgënjur nga të dyja palët që kanë qeverisur vendin dhe e qeverisin? Të dyja janë klasa politike që duhet largohen. Duhet ta marrë rinia, sepse 90 vjet kjo Shqipëri është shkatëruar. Mbi kthimin e pronave e kanë shitur, e kanë marrë me 751 dhe kanë ikur kanë bërë sorte ku i ka dashur menderia. Kurse ne ish pronarët zero. Ka shumë halde. Plotësisht. Patjetër. Flasin faktet. Kjo është qeverisja më e keqe në historikun e Shqipërisë, si kom. Mjafton për përmbysjet ky sistem, pastaj sistemit tjetër. Natyrisht. Duhet ishte larguar me kohë, por asnjë nuk është vonë. Sa do vazhdoni të qëndroni edhe ju në protestë? Sa të jetë protesta këtu të rinj, unë do jem këtu në krye protestë. Si ta lejmë për gjysëm, ta lejmë bitët tonë të rrinë vetëm. Qendresa është fuqia e protestës. Gjersat ja bidore që kryeministri.